Merret vendimi, punojësit e policisë së shtetit marrin shpërblimin e majm për kontributin e tyre. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në ditën e parafundit të vitit ka marrë vendimin që të shpërblej punojësit e policisë me 30.000 lekë të reja. Në një njoftim publik, Policia e Shtetit bën me dije se punojësit do të shpërblehen për angazhimin dhe për kushtimin profesional të treguar në menaxhimin me sukses të sezonit turistik, duke garantuar rendin dhe sigurinë publike. Po ashtu, në vendimin e marrë, theksohet se ngarkohet Drejtoria e Financave, Drejtoria e Burimeve Njerëzore për zbatimin e këtij urdhri. Vendimi për shpërblimin e punojësve në strukturat vendore të Policisë së Shtetit, në mbështetje të GRMSD të pikës 2 të nenit 104 të ligjit numër 82/2024 për Policinë e Shtetit, pikës 11-12 të VKM-s numër 4, datë 9/1/2025, për miratimin e vlerave për secilin element të pagës bruto mujore dhe për caktimin e kritereve e të procedurave për dhënien e shpërblimeve për punojësit e Policisë së Shtetit, si dhe letër porosis numër 3785, datë 6/5/2025, për zbatimin e procedurave për propozimet për dhënie shpërblimi, urdhëroi të shpërblehen punojësit e policisë me grad policore në strukturat vendore me motivacion, për angazhimin dhe për kushtimin profesional të treguar në menaxhimin me sukses të sezonit turistik, duke garantuar rendin dhe sigurinë publike. Në masën 30.000 lekë. Struktura e burimeve njerëzore në strukturat vendore të hartojnë urdhrat për shpërblim së bashku me relacionin përkatës. Ngarkohen drejtuesit e strukturave vendore në Policinë e Shtetit për zbatimin e menjëhershëm të këtij urdhri. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij urdhri përballojnë nga buxheti miratuar për vitin 2025 për programin Policia e Shtetit. Ngarkohet Drejtoria e Financave, Drejtoria e Burimeve Njerëzore për zbatimin e këtij urdhri. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë, thuhet në vendim.